Bismillahirrahmanirrahim. Ana alhamdulillah, bismillah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Vllazërit të nderuar, këtu jemi në shtetin e Shqipërisë, në qytetin e Tiranës, te familja Pirra, te ky vllai jonë i cili është i semur. Kemi ardhur me ndihmë me pak ushqimore me barna. Me ndihmën e një vllau tonë i cili ka dëshiruar që të jetë anonim. Gjendja e këtij vllaut se 42 vite është këtë gjendje i palevetsshëm që shpeshën edhe vet, që është fakje motra, ka pas krizë e para disa dite, gjakderdhje nga goja dhe i kanë kërku barna atë injekcionet. Na me ndihmën e bamirësve kemi sjell, me ndihmën e një vllau tonë kemi sjell ato barna, ato injekcione, por edhe ushqimin Allahu e nderoj këtë familje. Peshen edhe vetë nëse disa vite jemi duke kujdes rregullisht për këtë familje. Motër, përshëndetje. Si është gjendja e djalit? Gjendja e djalit është shumë smun, ma smun nuk ka kushtu. Se 42 vite. Para 3-4 ditë që ira dhe ajo darkë shpis, stunë e tokës. Po. E kapin 7 pa 20, e lirojnë 7 pa i qarek. Vllazërit të nderuar, përshën edhe vetë shoqata iniciativa humanitare është të gjithë Kosovës, gjithë Shqipërisë. Çdo herë do t'i dalim në ndihmë familjes skamnore, njerëzve të cilët janë sprovuar, e lutim me Allahun e çdo që sjell shërim kjo familje ka dhe disa fëmijë të vogël semur. Bëni dua sepse Allahu e ka sprovu, unë edhe ne që na sprovon këtë gjendje si që ka sprovu këtë familje. Bëjmë dua që Allah të shëron këtë familje, këtë vllon ton. La ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Vllazërit të nderuar, na duhet të kthejmë pak Kur'an, pastaj duhet na më shumë i marr bua këtë pushim.